për sa kohë ata ishin brenda fermës, ishin një marrëdhënie që okay, mua më pëlqeu dhe thash, pse jo, është bukur kur dy njerëz dashurohen, por kur dolën jashtë, kuptova që ishte krejt e kundërta. Domethënë ishte një gjë që ishte vetëm nga ana e Albës, ishte një gjë që ishte ushqyer vetëm nga ana e Albës, Limi ishte komplet neutral te kjo pjesë, madje ishte aq neutral sa që unë nuk pata kur mundësinë të kisha në studio në Ferma Club. Albën asnjëherë sepse nuk pranonte të vinte, pasi Limi nuk pranonte të vinte me Albën, se ishin të ndarë, që kur ata dolën, 2-3 ditë më vonë ata janë ndarë, dhe unë se pata kur rastin t'i kem në studio bashk, dhe për këtë arsye nuk më vinte as Alba, sepse nuk donte që lajmi i ndarjes së tyre të kalonte nga Ferma Club, ose të bëheshe zyrtar. Ajo që më ka bërë përshtypje madje në atë kohë, ishte që mania apo dëshira shumë e madhe e kësaj vajze për të qenë me këtë djalë, arriti deri aty sa që sajoj dhe një shtanzani. Në ato kohë, në 2-3 prajmet e Ferma VIP-it, madje është diskutuar për shtanzanin e Albës. Alba dilte në ekran, ulesh në koltukun e Ferma VIP-it dhe fërkonte barkun, bënte sikur që shtanzan. Nuk e pranoi kur faktin që ishte shtanzan po ose jo, por në të tëra portalet apo gjithandej ajo thoshte po të njëjtën gjë. Unë jam shtanzan. Kjo gjë më ribëri edhe një herë të rikontaktohesh edhe një herë Limi me Albën, të ritakoheshin bashk, të qartësoheshin gjërat, dhe kur u mor vesh Alba jo nuk ishte shtanzan, atëherë prap Limi vendosi të mbante të ndiqte rrugën e tij. Flitet lart e poshtë në internet që nëna e Limit ka dhënë ultimatum që të largohet nga Vanesa. Çka thot Tozaj për këtë version? Kam dëgjuar diçka, nuk di ta konfirmoj 100%, por po, e kam dëgjuar diçka të tillë dhe më njëherë pas kësaj, me sa di unë Alba ka dalë nga shtëpia e Limit. Shikoj, një njeri që nuk i dihet që sa janë shtanzani, që nuk i dihet nëse shkon me familjen e saj apo jo, që refuzon të takojë prindrit e saj. Një njeri që ka ikur nga një martesë nuk e kaluar nga dritarja e shtëpisë mes natës përtar në Tiranë për të bërë famshme sepse donte të arrinte diku. Një njeri që del nëpër intervista dhe thotë që unë do të hyj politikës edhe të gjithë politikanët po më lutën për të më marrë në parti.